të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të diskutuar pak këtë dinamikën që krijon Alba dhe Limi brenda kësaj shtëpie. Do me thënë, vetëm një orë më parë, Alba dhe Limi patën një zënk jashtëzakonisht të madhe. Ofendime, denigrime, sharje, zbulime të vërtetave të tyre rreth njëri tjetrit, gjë në fakt e cila më befasoi shumë se si mundet një njeri t'i nxjerrë të gjitha të zezat për femrën të cilën e ka dashur më herët. Limi dha ca deklarata shokuese, i tha Albës që ti e din shumë bukur edhe shoqet e tua të kanë bërë blok sepse ke një natyrë katastrofike, je një vajzë pa nivel, je një vajzë pa vlerë dhe i tha që ti duhet të shkosh në dhomën e rrëfimit, të nënshkruash kontratën edhe automatikisht në këtë moment të largohesh, më falni, nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Do me thënë, Alba ishte shumë e tensionuar, pastaj pati një zënk të madhe me Dolçen, sepse Dolçe e futeshte në mes dhe çuditërisht nuk e lejon Limin që të luan këmbë, non stop i shkon nga pas. Kjo është një mesazh shumë domethënës dhe i tha që të lutem shumë ti mos u përzijej. Alba i tha Dolçes, un kam probleme me ish të dashurin tim. Tani, Alba është në dhomën e rrëfimit. Alba tha që ka 24 orë që i kërkoi produksionit të dalë nga shtëpia, nuk më lejojnë të dalë nga shtëpia. Do të thënë presioni ashtu i shumë përfolur që thuhet që produksioni nuk i lejon banorët, produksioni bën presion për banorët, janë në pyetje klikimet, janë në gjendje të shkatrojnë gjendjen shpirtërore, emocionale, psikologjike të dikujt vetëm për disa klikime. Tani Limi ja bëri të ditur Albës që shko në dhomën e rrëfimit, nënshkruaj kontratën dhe dil prej këtu. Unë do të nxjerr ty prej kësaj loje. Në një farë mënyre e kërcënoi. Do të shohim se çfarë do të bën Alba. Për mendimin tim ishte më bukur që të largohej nga loja, sepse kjo lojë nuk është se i sjellën të mirën Albës, por i solli vetëm vuajtjen dhe po më befason qëndrimi i Dolçes se si mundet një femër drejt një femrës tjetër të jetë kaq e prerë, kaq e ashpër dhe kaq e egër. Domethënë t'ia merr të dashurin pa pikë problemi dhe mos t'ia ndjen fare. Si mendoni ju, do të toleroj produksioni Albën të largohet? Unë them jo, sepse produksioni e mban për klikime. Të bëhet ç'a të bëhet, produksioni e ka për klikime këtë gjë. Dua të marr mendimin tuaj.